Në botën e sotme, ngado që hedhim syt, shohim dhe ndeshemi me tundime. Ndonjëherë na duket e pamundur për t'i rezistuar qoftë edhe tundimit më të vogël. Por, a është e mundur kjo gjë? Na ndiqni në programin ton të sotëm për të mësuar më shumë për tundimet dhe përballjen me to. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të programit Shpresë për ty ju përshëndesim të gjithave dhe ju urojmë mirëseardhjen në programin ton të sotëm. Unë jam Dena dhe unë jam Marta. Është kënaqësi që jeni duke na ndjekur në këto momente dhe shpresojmë lutemi që gjithçka që ne ndajmë në programet tona të jetë një ndihmë për ju dhe njëkohësisht edhe një inkurajim. Sot do të flasim për një temë që nga ana jonë si të krishterë kërkon një vëmendje të veçantë, sidomos në këtë kohë kur ka një përplasje të madhe midis moralit dhe imoralitetit. Do të flasim për tundimin dhe do ta shohim atë nga dy këndvështrime, nga këndvështrimi i botës dhe nga këndvështrimi biblik. Me të vërtetë është një temë që duhet diskutuar patjetër, Arta, pasi sot edhe në rrethet e krishtera ka gjëra që pranohen pavarësisht qëndrimit të prerë që ka Perëndia për to. Ata që nuk besojnë tek Perëndia, shpesh kanë një perspektivë të ndryshme mbi tundimin, pasi ata nuk e shohin atë si një provë frymërore apo si një sfidë që lidhet me Perëndin. Për ta, tundimi mund të shihet si një pjesë e natyrshme e jetës njerëzore, që vjen si rezultati i dëshirave, instinkteve edhe rrethanave të jetës. Ja disa nga mënyrat se si mund të konsiderohet tundimi nga ata që nuk besojnë tek Perëndia. Së pari, ata besojnë se tundimi është një pasojë e dëshirave njerëzore. Për shumë njerëz që nuk besojnë tek Perëndia, tundimi është shpjeguar si një ndikim i dëshirave të natyrshme njerëzore, si lakmia, egoizmi dhe kërkesa për kënaqësi të menjëhershme. Ata mund ta shohin tundimin si një pjesë të natyrshme të jetës që lidhet me mekanizmat e brendshëm të trupit dhe trurit dhe mund të kërkojnë ta kontrollojnë atë përmes vetëdisiplinës dhe arsyes. Së dyti, ata besojnë se tundimi është një sfidë psikologjike. Shumë njerëz që nuk besojnë tek Perëndia mund të shohin tundimin si një sfidë psikologjike që lidhet me balancën e emocioneve, mendimeve dhe dëshirave. Ata mund ta shohin tundimin si një moment kur individi duhet të vendosë mes dëshirave të tij dhe aftësisë për të bërë zgjedhje të arsyeshme dhe të përgjegjshme. Së treti, njerëzit që nuk besojnë tek Perëndia e shohin tundimin si një ndikim shoqëror dhe kulturor. Pra, prej tyre, tundimi mund të shihet si diçka që buron nga presionet shoqërore dhe kulturore, siç janë normat, pritshmëritë e shoqërisë, reklamat dhe imazhet që propagandojnë një stil jetese të caktuar. Ata që nuk besojnë mund ta shohin tundimin si një efekt të ndikimeve të jashtme që formojnë dëshirat dhe sjelljet e individit. Gjithashtu, ata e shohin tundimin si një problem të natyrshëm dhe një mundësi për rritje. Disa njerëz që nuk besojnë mund ta shohin tundimin si një pjesë të natyrshme të përvojës njerëzore dhe si mundësi për të mësuar dhe për të zhvilluar. Ata mund të besojnë se përballja me tundimet i ndihmon njerëzit të forcojnë karakterin dhe të zhvillojnë aftësi për të bërë zgjedhje të mira për jetën e tyre. Së fundi, njerëzit që nuk besojnë tek Perëndia mund ta shohin tundimin si një çështje të kontrollit dhe menaxhimit personal. Shumë njerëz që nuk kanë besim tek Perëndia mund të besojnë se përballimi i tundimit është një çështje e menaxhimit personal dhe kontrollit të vetes. Ata mund të përdorin metoda të psikologjisë, meditim, terapi apo mënyra të tjera për të trajtuar tundimet dhe për të arritur një qëllim të shëndetshëm dhe të ekuilibruar të jetës. Në përgjithësi, ata që nuk besojnë tek Perëndia shpesh nuk i japin një kuptim frymëror tundimit, por e shohin atë si një pjesë të natyrshme të përvojës njerëzore që lidhet me dëshirat edhe mundësitë për të bërë zgjedhje. Ata mund të kërkojnë të shmangin, të kontrollojnë ose të menaxhojnë tundimet përmes aftësive të veta intelektuale dhe psikologjike. Nga ana tjetër, në Bibël, tundimi shpesh lidhet me çdo lloj dëshire që tërheq njeriu të bëjë diçka që është e papëlqyer për Perëndin. Për shembull, tek Mateu 4, Jezusi përballet me tundimet nga djalli në shkretëtir, ku ai nxitet të përdor fuqitë e tij për të kënaqur vetë
për të marrë pushtet ose për të vënë në provë Perëndin. Por ai nuk pranon asnjë nga këto, duke treguar një model të durimit dhe besnikërisë. Tundimi nuk është mëkat në vetvete. Të përjetosh tundim është diçka që u ndodh të gjithëve, por reagimi ndaj tij është ajo që përcakton nëse do të bëjmë diçka të gabuar. Përshtatja ndaj tundimit dhe ndjekja e dëshirave të pamatura mund të çojë në mëkat, por kjo mund të shmanget përmes forcës frymërore, lutjes dhe besimit tek Perëndia. Për ata që besojnë, një mundësi për të rezistuar tundimit është gjithmonë të mbështeten tek fuqia dhe ndihma e Perëndisë përmes fjalës së Tij dhe udhëzimeve të frymës së shenjtë. Në shoqërinë e sotme, tundimet janë të shumta dhe mund të vinë në shumë forma të ndryshme. Disa nga tundimet më të shpeshta për njerëzit janë tundimi për pasuri dhe sukses material. Një prej tundimeve më të mëdha është dëshira për të arritur pasuri, famë dhe sukses material, pa marrë parasysh pasojat apo koston. Kjo mund të çojë në ndjekjen e ambicieve egoiste dhe shpeshherë edhe në manipulim, mashtrim apo përdorim të padrejtë të burimeve. Tundimi për kënaqësi të menjëhershme. Shoqëria sot kërkon kënaqësi të shpejtë dhe të menjëhershme, si në ushqim, argëtim edhe konsum. Kjo shpesh çon në një joshje të shpejtë për kënaqësi të pashëndrueshme, duke shpërfillur nevojën për disiplinë dhe sakrificë afatgjat. Tundimi për lakmin dhe materializmin. Në një shoqëri që shpesh vlerëson atë që mund të kemi materialisht, tundimi për lakmi dhe konsum të pangopur është shumë i pranishëm. Kjo mund të sjellë pasiguri, krahasime të panevojshme dhe një ndjenjë të përhershme të pakënaqësisë. Një tundim tjetër i shpesht në shoqërinë e sotme është tundimi për të bërë kompromis me vlerat e moralit dhe etikës. Ndonjëherë shoqëria mund të na nxjisë të bëjmë kompromise me vlerat e drejta për të përshtatur me standardet e botës, si për shembull për të shpërfillur ndershmërinë, drejtësinë ose respektin për të tjerët për të patur përfitime personale. Tundimi i teknologjisë dhe varësisë nga mediat sociale është gjithashtu një nga tundimet më të forta sot. Përdorimi i tepruar i teknologjisë dhe mediave sociale është bërë një tundim i madh, duke çuar shpesh në varësi dhe në një ndjesi të humbjes së lidhjes me realitetin, në depresion dhe në vetvlerësim të ulët. Tundimi i shkëputjes nga besimi dhe besnikëria frymërore. Në një shoqëri ku shpesh Perëndia dhe besimi frymëror mund të neglizhohen ose nënvlerësohen, tundimi është të shkëputemi nga praktikat frymërore, të lëm pas lutjen, meditimin dhe ndjekjen e udhëzimeve të Perëndisë dhe të përfshihemi në gjërat e botës. Tundimi për të jetuar për opinionin e të tjerëve dhe mendimin e masave. Sot ka një presion të vazhdueshëm që na shtyn të jetojmë sipas pritshmërive të të tjerëve ose të shoqërisë, duke neglizhuar ato që janë të rëndësishme për ne dhe marrëdhënien tonë me Perëndin. Dua të përmend edhe një tundim tjetër shumë të fortë në shoqërinë e sotme, arta që është tundimi për të gjykuar ose urryer të tjerët. Në një kohë kur shumë njerëz janë të ekspozuar ndaj ndarjeve dhe paragjykimeve, tundimi është të ndjekim mendimet e shtrembëruara të urrëties dhe të gjykimit, duke shpërfillur dashurinë dhe mirësinë që Jezusi na ka mësuar përmes fjalëve dhe vetjetës së Tij. Secili prej nesh mund të përballet me tundime të ndryshme, por ajo që është e rëndësishme është se si reagojmë ne ndaj tyre. Me ndihmën e besimit, forcës frymërore dhe disiplinës, ne mund të shmangim tundimet dhe të jetojmë një jetë më të përmbushur dhe të drejtë. Për të shmangur tundimin dhe për t'i rezistuar atij, ka disa metoda dhe praktika që mund të na ndihmojnë të qëndrojmë të fortë dhe besnik në udhëzimet e Perëndisë. Ja disa mënyra që mund të përdoren për të përballuar tundimet. E para, lutja dhe kërkimi për ndihmën e Perëndisë. Lutja është një mënyrë e fuqishme për të kërkuar forcë nga Perëndia për të rezistuar tundimeve. Tek lutja e Zotit, Jezusi lutet dhe mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu. Lutja dhe të kërkuarit mbrojtje dhe udhëzim nga Perëndia është një hap shumë i rëndësishëm. Hapi i dytë për të rezistuar tundimit është studimi i fjalës së Perëndisë. Fjala e Perëndisë është një udhërrëfyes i fuqishëm për jetën tonë. Kur përballemi me tundime, mund të gjejmë forcë edhe udhëzim në Bibël. Pavarësisht se në çfarë forme apo mënyre vjen tundimi,
fjala e Perëndisë mund të jetë një mbrojtje kundër tij. Edhe vetë Jezusi përdori fjalën e Perëndisë për të rezistuar tundimeve të djallit. Hapi i tretë për të rezistuar tundimit është përqendrimi i vëmendjes tek qëllimi ynë frymëror. Pavarësisht se sa të forta mund të jenë tundimet, është e rëndësishme të kujtojmë se jeta jon ka një qëllim më të lartë, që është të nderojmë dhe të ndjekim Perëndin. Kur përqendrohemi në qëllimet e mëdha frymërore dhe në jetën që dëshirojmë të bëjmë, tundimet mund ta humbasin në rëndësinë dhe ndikimin që kanë tek ne. Hapi i katërt për të rezistuar tundimit është largimi nga situatat që mund të shkaktojnë tundim. Një mënyrë praktike për të shmangur tundimin është të shmangim situatat që mund të na çojnë drejt tij. Kjo gjë kërkon që ne të jemi të kujdesshëm për mjedisin ku jetojmë, shoqërinë që mbajmë edhe mundësitë që vijnë në jetën tonë. Ndonjëherë është urtësi të largohemi nga rrethanat që mund të na bëjnë të ndihemi sikur jemi vënë në provë apo po tundohemi. Hapi i pestë për të rezistuar tundimit është mbështetja nga komuniteti i besimtarëve. Rrethimi nga njerëz që na mbështesin nga ana frymërore dhe që kanë të njëjtat parime dhe besim me ne, mund të na ndihmojë të qëndrojmë të fortë ndaj tundimeve. Bashkimi me një grup lutjeje, mësimi dhe ndihma reciproke janë gjithashtu mënyra të forta për të mbajtur besimin dhe për të bërë balë tundimeve. Ja edhe hapi i gjashtë për t'i bërë balë tundimit, që është vërtet shumë i rëndësishëm dhe nuk duhet të na shkaluar. Të menduarit për pasojat e tundimit. Kur ndjejmë se po tundohemi, është e dobishme të kujtojmë pasojat që do të sjellë kjo gjë në jetën tonë frymërore, në marrëdhënien tonë dhe në lidhjen tonë me Perëndin. Kjo mund të na ndihmojë të mendojmë 2 herë para se të bëjmë një veprim që mund të na pengojë të jetojmë sipas vullnetit të Perëndisë. Hapi i 7 për të rezistuar tundimeve është pranimi i kufizimeve dhe forcimi i disiplinës frymërore. Disiplina frymërore është një mënyrë për të patur kontroll mbi dëshirat tona dhe për të mësuar të themi jo kur është e nevojshme. Kjo përfshin praktika të përditshme si lutja, meditimi mbi fjalën e Perëndisë dhe kujdesi për një jetë të fokusuar në qëllimin ton frymëror. Hapi i 8 për përballjen me tundimin dhe rezistencën ndaj tij është kujdesi për mendjen dhe trupin. Ndonjëherë, tundimet mund të shtohen kur ne jemi të lodhur, të stresuar ose të ekspozuar ndaj ngjarjeve që ndikojnë negativisht në mendjen dhe trupin ton. Mbajtja e një shëndeti të mirë trupor dhe mendor përmes ushtrimeve, pushimit dhe kujdesit për shëndetin mund të na ndihmojë të jemi më të fortë ndaj tundimeve. Hapi i 9, shumë i rëndësishëm për të rezistuar tundimit, është bashkëpunimi me frymën e shenjtë. Ndihma e frymës së shenjtë është e domosdoshme në procesin e përballjes me tundimet. Fryma e shenjtë mund të na udhëzojë, të na ndihmojë të njihemi me dobësitë tona dhe të na forcojë në momente dobësie. Përmes këtyre hapave, ne mund të jemi më të aftë për të rezistuar tundimeve dhe për të bërë një jetë të përkushtuar dhe të drejtë, duke u afruar gjithmonë më shumë me Perëndin. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura, po ndiqni programin Shpresë për ty. Sot jemi duke folur për tundimet edhe se si tu rezistojmë atyre. Në fakt, Arta, është diçka që kam vënë re edhe në kërkimet tona, por edhe gjatë kohës që po flisnim, që më duket shumë interesante. Edhe ja cila është ajo gjë. Nuk ka asnjë mënyrë për të rezistuar tundimit që gjendet jashtë sferës së besimit tek Perëndia dhe mbështetjes tek fjala e tij. Është shumë e vërtetë, Dena. Madje do të thosha që e kemi vënë re këtë gjë edhe nga vetë përvoja jonë. Bibla ka shumë mësime dhe udhëzime në lidhje me tundimin. Ajo na tregon se tundimi është një pjesë e pandashme e jetës njerëzore, por gjithashtu ofron mjetet dhe udhëzimet për t'i rezistuar dhe për të përballur me të. Le të ndajmë me mikeshat tona disa pasazhe të rëndësishme nga fjala e Perëndisë në lidhje me tundimin. Tundimi është një provë e natyrshme për njerëzit. Bibla e pranon se tundimi është pjesë e përditshmërisë së jetës njerëzore dhe mund të vijë nga djalli në formën e dëshirave personale ose rrethanave të jashtme. Tek Jakobi kapitulli 1 vargjet 14 dhe 15 na thuhet: Por secili tundohet i udhëhequr edhe i mashtruar nga lakmia e vet. Pastaj lakmia, pasi mbarset,
pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet, ngjis vdekjen. Nuk është Perëndia ai që e dërgon tundimin. Bibla na tregon se Perëndia nuk na tundon. Ai mund të na lejojë të përballemi me tundime për të provuar karakterin ton, por nuk është ai që i dërgon ato. Tek Jakobi kapitulli 1 vargu 13 thuhet: Askush kur tundohet të mos thot jam tunduar nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja dhe ai vet nuk tundon asnjëri. Jezusi e përjetoi tundimin, por nuk ra në tundim. Jezusi, si njeri i përsosur, e përjetoi tundimin, por ai nuk u dorëzua përballë tij. Gjatë periudhës së shëndrimit në shkret të tir, djalli e tundoi Jezusin me mundësi të ndryshme, por ai u përgjigj çdo tundimi me fjalën e Perëndisë. Ky shembull i Jezusit tregon se tundimi mund të përballohet me besim dhe duke përdorur fjalën e Perëndisë si armë kundër tij. Perëndia na jep forcë për të rezistuar tundimit. Bibla thot se Perëndia nuk lejon që ne të tundohemi më shumë se sa mund të përballojmë dhe gjithashtu na jep mundësinë për t'u larguar tundimit. 1 Korintasve kapitulli 10 vargu 13 thot: Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimit njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t'ju tundojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap edhe rrugdalje që ju të mund ta përballoni. Rezistimi ndaj tundimit sjell bekime frymërore. Jakobi, kapitulli 1 vargu 12 thot: Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti ua premtoi atyre që e duan. Siç e tham edhe pak më parë, lutja është një mjet i fuqishëm për të shmangur tundimin. Jezusi na udhëzoi të kërkojmë ndihmën e Perëndisë për të shmangur tundimet. Në lutjen e Zotit tek Mateu kapitulli 6 vargu 13, ai lutet: Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu. Kjo na tregon se lutja është një mënyrë për të kërkuar mbrojtjen e Perëndisë nga tundimet dhe nga çdo gjë që mund të na çojë në mëkat. Dëshirat e mishit janë një burim i tundimeve. Tundimet shpesh lindin nga dëshirat tona, të cilat janë të lidhura me natyrën mëkatare të njerëzit. Galatasve, kapitulli 5, vargjet 16 deri në 17 na udhëzon: Esni sipas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. Përballimi i tundimit sjell pjekuri frymërore dhe forcë. Tundimi mund të na ndihmojë të rritemi frymërisht dhe të zhvillojmë karakterin ton, nëse e kalojmë atë me besim dhe qëndres. Romakëve kapitulli 5, vargjet 3 deri në 4 thot: Dhe jo vetëm kaq, por mburremi edhe në shtrëngimet, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbënguljen, këmbëngulja përvojën dhe përvoja shpresën. Dhe kemi mbritur kështu, mikesha të dashura, në fund të programit ton edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje, apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, Kutia postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.